Kur flitet për Islamin dhe gratë, njerëzit kanë mendime të ndryshme. Shumë prej tyre mendojnë se Islami i kufizon gratë, ndërsa shumë të tjerë mendojnë se Islami i lartëson ato. Por cila është e vërteta? Islami e sheh gruan si të barabartë me burrin në përgjegjësi dhe shpërblimin tek Zoti. Po ashtu Islami i dha grave të drejta të shumta dhe u dha atyre një status shumë të lartë, në një kohë kur shumë shoqëri mohonin ato. Islami i dha grave të drejtën për mësim dhe dije, në një kohë kur shumë kultura e kishin të ndaluar arsimimin për gratë. Para Islamit, gratë nuk kishin të drejtë të trashëgonin. Islami erdhi për ta ndryshuar këtë fenomen. Islami e bëri gruan një shtyllë të shoqërisë, duke i dhënë një vlerë të madhe statusit të saj si nën, pasi ajo ka autoritetin që të jetë një rregulluese ose një shkatërruese e shoqërisë, në mënyrën se si ajo i edukon fëmijët e saj. Po ashtu i dha një vlerë të madhe gruas si bashkëshorte, duke qenë ajo plotësuese për bashkëshortin e saj. Duke qenë një bij, ajo mund të bëhet një rrugë xheneti për prindrit e saj.